Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Një ari tokë kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari? Po, me kemi edhe një villa kena, ajo është me 3 orë jo bërë. E që i bjen krejt komplet? 100.000 euro. Në gjdo katon që përshkojna, se cili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala ma i larë se tjetri. Kjo po i bjen që nështë po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Si në fshat, mo qështu, dikush me bakti, dikush qështu, në për gërbet, kajtë të rritë, në qytet, hiç s'kam barak, hiç, me konë rrethin Malisheve, se në qytet, se për në qytet, me honë, bashkajnë për qëtinë, ose në kush ka se hovi ju, kur s'në ma mush me anë në vishë zëvoj me to. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga unë Eliona. Sot jemi në fshatin Kleq të komunës së Malisheves. Ne jemi sot këtu sepse unë dasha me hap storën pikrish këtu në kompleksin memorial të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Këtu janë të varrosur 62 dëshmorë. E ky vend është njëri ndër themelet e lirisë dhe pavarësisë që shkaku i tyre ne sot flasim shqip. Hajde bashkë me mu që ta shohim nga afër këtë vend memorial. E këtu pranë jemi pranë pllakës përkujtimore të UÇK-s, dëshmorët e brigadës 121 Kumanova. Po shohim prej tyre se ka pas edhe shumë të ri. E kemi për shembull Mentorgashin, një 15 vjeçar, gjithashtu edhe Avni Buçaj, një 19 vjeçar, e gjithashtu edhe Flamur Përteshin që e kemi të vitit 81. Gjithashtu që ka qenë 17 vjeçar. Janë këta të cilat kanë qenë shumë të ri kur kanë rënë dëshmor, e prej tyre do vazhdojmë të shohim edhe varrezat të cilat e kemi pranë. Jemi pranë varrit të Avni Buçaj, 19 vjeçarit, ku e kishim pak ma herët edhe në pllakën përkujtimore. E kemi këtu pjesën e QR kodit që na tregon historinë e tij përmes kodit që është i vendosur këto. Avni Buçaj u lën me 15 gozhvitin 1980 në ladroc të komunës së Malisheves. Ai ishte luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili u bë ushtar duke qenë vetëm në moshën 17 vjeçare. E këtu të dashur miq, siç po shihet edhe mbrapa meje, jemi tek vetura e komandant Ismet Jasharit Kumanova. Kjo veturë e cila është përdorur gjatë luftës nga ta, e gjithashtu vlen të cekët se edhe komandanti i kësaj brigade kishte qenë edhe politikani i njohur shqiptar Fatmir Limaj, që sot njihet edhe me nofkën e tij komandant Qeliko. Pas kësaj, ne të dashur miq, po ecim poshtë fshatit për të takuar edhe dikon prej banorëve të këtij fshati, les na thotë diçka rreth fshatit Kleq. Të dashur miq, gjatë rrugës që ne po e bajmë këtu në fshatin Kleq këtë Malisheves, kemi rastin me i pa disa shtëpia luksoze me cilën po vrehen se mundet me qenë ose të pjesëtarëve të politikanëve që i kemi tash, ose ndoshta të mërgjimtarëve tonë që i kemi jashtë vendit. Gjithashtu, Kleqka po mbizotron një natyrë shumë të veçantë, shumë e natyrshme edhe e pastër, mujna me thonë. E gjatë rrugës që ne po e bajmë këtu në fshatin Kleq, po tentojmë me pa dikon prej banorëve edhe me na tregu diçka rreth fshatit e tij. Rrugës që jemi të e bajmë në fshatin Kleq të komunës së Malisheves, po e takojmë edhe Muharrem Shalën, një banor të këtij fshati. Axha Muharrem, përshëndetje. Përshëndetje. A jeni lodh? Jo, ka paksh. Qysh po kaloni këtu në katon? Po si në fshat, mo qështu, dikush me bakti, dikush qështu, në për gërbet, kajtë të rritë. Në shkep, në shkaj me betë, qështu matë moshës mësme, qështu dikush me bakti, dikush. Qështu me thonë tash me që si punësh. Me qa mirë ne jo? Punë e mirë me hiq. As punë fizike, as djemt janë të punë, unë shtu ka shpia. U te pe këshyrë djemt? Po i djemt, mu më një boj, po porës më në. Po ditë, ma shkur të ta në gërbet, unë qështu, shka moj, as kam gjanë, as me do punë shtu ka pa. Ata jetojnë në gërbet? Me të shoqën vetë të shpia. Po, ato në gërbet. Edhe një kam kësate të punu, dërtim të ri, dytin e kam.
Sa shtëpia janë pak a shumë fshatin e juaj? Për shtëpi, so, me të regu tash, për që sa dhe shka janë qëtu, sa kusheresha e kam, me thonë 20 zia dolin, shka janë që alena për katun, nuk e di tash, sakt. Ka shumë pak shtëpi pra. Pak se e kanë shumë, me thonë që atje në katun, këtu shka janë në lukë, ka një ordi asfaltit, zdia janë, me thonë, 5-6 shtëpi ma shumë. E pse po thu që e kanë shumë katunin? Pse e kanë shumë? Pse rruga shtije, je për punës mangat, je mjekësia, je smuja që të... E shumica që kanë dalë jashtë shtetit, qa po menon për ta? Shka me menon, kur s'ka vendi, kur s'marat e ndolë jashtë. Ta shë dhe këtu për qilet puna, po kur për qilet vatë, siguria është atje ma mirë, jetat, si në gërbet mu, si në gërbet, po... So, me qka mirë njerëzit tjerë këto, a mirë veç me bujqësi? Po dikush me tash, dikush me bujqësi, dikush qështë, dikush në për gërbet, unë për veti ka shpija, unë punë të lejta, qështë fizike, mos djemë në për gërbet, shka të më nimojnë djemë. A kështë dalë me jetu në i herë në qytet? Na ju qytet? s'ka të mbje qështë të pone me një, di shka qështë. Në qytet, hiç s'kam bara, hiç, me konë rrethin Malisheve, se në qytet, as në banes, po kur s'ko një i mundësi. E pse s'kishe dalë me jetu në qytet, jeta në Kur drogë zori s'muja, sene, kur t'i bëjnë vjetë, që së në livrit, ma dhëtë me dalë në shtaran, banes me qëra, po s'jam lejnë. A dirë, kur drogë zori, si që shkanë thonë ples tash. Se për në qytet, me honë, bashkajnë Prishtinë, ose në fushka së honë ju, kur s'në ma mush me anë një zori me ta. Ose në rasinë Malisheve, që ne ma ngatë, dikon po. Qa kishe me ju thonë krejt njerëzve që dalë me jetu në për qytete, e lëshojnë katunin e ty në Shka me thonë, kur e lëshojnë fshatit që s'ka, që s'me thonë perspektivë, që me thonë tash, në kaktës, jeta është pak ma verëson, ore i pastër, po dimi të pak problem. Shilet rruga, jesë muja, është një rast me to, tash shamëll dhe baj pik letë, për fshatit të eshke ban 2 orë, rruga presh të edilsh, një 2 orë, po 1 orë gjysë, fikse ban. Malisheve më shku, për thonë një rast të mjekë ose diçka. A keni pasu ma herë në i kësi rasi që... Ja, mos, po i kanë 2 orë në kona, mo, kanë po maki, po ju, shpesh, po, për që ta penshojnë tash. Dikush po blinë banesa, dikush kanë bon senet, dikush verës po vinë qëtu, po dalin po vinë vesh, të vizitojnë bari idea o ditë në pushime. Këtu a gjamarën përshojmë një shtëpi të gurit nalt, e kujna është kjo? Që kjo? Po. Qëtu nga të jamja. Kjo me gurë? Po, o da konë bashkallak, që me konë me laznijë. Sa laznijë konë atëherë? 4. 4, e toni ende bashka i në Ja, në banë, ba i kemi marrë se që dhe shpijat, një në Gjermani, një 2, 3 jem kësa dhe më thonë, djemë që e këna qitë jashtë, në Itali, dikur në marrë qështë. E pse, Malisheva njët që rinin e vetë, fëmijët e vetë i qesin ma shumë në Itali me jetu. Pse në Itali? Se që i dilë tash, se tash atje pasu është ma siguri për punë, tash avët, që me thonë, ma siguri, ma jeta qështë. A kështë pas që të këthy djemë të në Kosovë me jetu? Po, se më zë konë vend të unë me punon, mu qelë puna, në Kosovë me konë siguria ma mirë, jeta ma sigurt, se s'kam qenë mu këthy ata, me punon, kësa të pa qilë puna, tash, kur qilë të bëhen vend të sene, se kur në Evropë, sa vinë të sene, ka të dole të bëhen, po, na i hangër më vjenë, unë për 50 i kam, e djemë dhe me tash janë ma të pjerën ko, rinia të punon, po dhëtë me dalë në Itali, në Gjermani, dikush, Zvitër, ne, për shkak jetesës. Prej cilit vit është ndërtu kjo shtëpi? Kjo është para luftë matë. Para luftë shumë. Nuk e ditë saktë, veç është. Prej para luftë?